Besar Xhaferi 3 pyetje, zoti Xhelal Mziu 3 pyetje, zoti Bledion Albati 3 pyetje, zoti Blendi Himçi 3 pyetje, zoti Erald Kapri 2 pyetje. Zonja Bogdani, ju lutem të vijoni me përgjigjet. Leximin e pyetjes dhe përgjigjet. Po, faleminderit. Pyetje nga zoti Sajmir Koreshi. Zvaritjet e proceseve hetimore për një kohë të gjatë janë justifikuar nga procesi i vettingut, mungesa e prokurorëve dhe mbi ngarkesa për shkak të riorganizimit. Procesi i vettingut në shkallë të parë ka përfunduar, ndërkohë që brenda vitit të ardhshëm pritet përfundohet edhe shkalla e dytë. Megjithatë, zoti Koreshi thotë, pyetja ime ka të bëjë me gjendjen e zyrave të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, ashtu si dhe të prokurorisë së posaçme. Aktualisht është pyetja sa është numri i prokurorëve që janë në sistem, sa është numri i vakancave, nëse mundet që këto të dhëna të na ofrohen të ndara sipas prokurorive, sipas zyrave prokurorive më vete, sa është numri i prokurorëve të pezulluar për shkak të vendimarrjeve të shkallës së parë të vettingut. Atëherë, unë e përmenda edhe pak më parë në raport, numri total i prokurorëve është 341. 284 prokuror janë në sistem që ushtrojnë detyrën, 57 janë vakanca të përhershme dhe 39 janë vakanca të përkohshme. Jo, kjo nuk është për 2024, kjo është tani në situatën aktuale në 2025 në momentin që flasim. Të gjithë këto informacione mund të aksesoni shumë thjesht në faqen zyrtare të internetit të Këshillit, ka një rubrikë të posaçme tek njoftimet dhe në rrjetet sociale. Është informacion që nga qershori 2024 se në vijim vijon të updatohet në mënyrë permanente. Kur mendoni që mund të plotësohet organika e të gjithë prokurorive të vendit në mënyrë që vakancat të mos shërbejnë më si argument për zvarritjen e proceseve gjyqësore? Siç e përmenda, vakancat mund të plotësohen, të paktën këto që janë të përhershme, në arkun kohor të 2 viteve e gjysmë, pra pasi të diplomohet brezi i tretë duke filluar nga tani i magjistratëve. Ndërkohë që 39 të tjera në vijim të trendit të vendimarrjeve të KPA-s do të reflektohen në vendimarrjen e Këshillit për magjistratët që do të konkurrojnë ose do të hyjnë në shkollën e magjistraturës për vitin 2026-2027. Ndërkohë është kërkuar edhe nga një projekt i Këshillit të Europës dhe IBE-s që sipas standardeve të SEPESH të vlerësohet se sa duhet jetë numri i prokurorëve tërësor në sistem. Aktualisht është 341. Po më lejoni t'ju them që janë 18 prokurorë të cilët janë ose të zgjedhur pranë Këshillit, që janë 6 të tillë, ose të komanduar pranë institucioneve të tjera të drejtësisë apo dhe në Këshill. Numër që i zbritet totali dhe natyrisht do të reflektohet edhe në vakanca në sistem. Pyetja tjetër, u prek pak më lart riorganizimi gjyqësor, pra harta e re gjyqësore miratuar në vitin 2022, e cila preku sigurisht edhe zyrat e prokurorisë. Aktualisht ka 13 zyra prokurorie të jurisdiksionit përgjithshëm të shkallës së parë, një zyrë prokurorie të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe një zyrë prokurorie të jurisdiksionit të posaçëm. Pyetja që është adresuar, kur kanë kaluar 3 vite nga miratimi i hartës së re gjyqësore, a ka kryer institucioni juaj ndonjë vlerësim apo studim lidhur me impaktin që ka pasur riorganizimi gjyqësor në punën dhe performancën e prokurorisë? Nëse po, cilat janë gjetjet, konkluzionet apo rekomandimet e këtij vlerësimi studimi? A mendoni që harta e re gjyqësore ka ndikuar negativisht në dhënien e drejtësisë penale, veçanërisht në drejtim të largimit të shërbimit nga qytetari si dhe një shkëputje të kontaktit fizik të prokurorit me zona të caktuara për shkak se zyrat e prokurorisë janë të vendosura në qendrat e qarqeve? A ka ndikuar riorganizimi gjyqësor në drejtim të kohëzgjatjes së proceseve hetimore? A duhet rikonsideruar harta e re gjyqësore me qëllim që zyrat e prokurorisë po edhe prokurorët jenë më afër qytetarëve? Unë po përpiqem të përgjigjem në mënyrë të përmbledhur për të gjitha këto çështje që janë trajtuar nga zoti Koreshi. Po. Po s'ka problem, përgjigja besoj është për gjithë. Jo, thash, po përgjigjem në mënyrë të përmbledhur për pyetjet e adresuar nga zoti Koreshi, nga që ishin disa. Ju lutem vijoni, lexoni pyetjen dhe përgjigjen dhe në fund pastaj deputetët kanë atë minutazhin e vet të komentit.
Vjoni pa ndërprerje. Faleminderit. Siç edhe është diskutuar nga raportimi që ne patëm në Komisionin e Ligjeve, nuk kemi një studim ende, kjo edhe për shkak të ngarkesës, siç e përmenda shumë të madhe të Këshillit në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të prokurorëve. Janë 46 raporte të miratuara, një raport është mbi 20 ca faqe dhe janë procese me cilat prokurorët ballafaqohen në momentin që vinë përballen me Këshillin për të marrë vlerësimin e tyre. Kështu që për shkak të kësaj ngarkese kemi pasur të pamundur që të vlerësojmë mënyrën se si është zbatuar harta e ri gjyqësore. Ligji parashikon që një herë në 5 vjet bëhen këto lloj ndryshimesh, kështu që në momentin, besoj në vitin pasardhës, do të ngrejmë një grup pune, besoj në bashkëpunim edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor në mënyrë që ta adresojmë si çështje. Natyrisht që në kushtet aktuale të sistemit, edhe tek studimi që është përgatitur në funksion të hartës së ri gjyqësore, çështja kryesore që është ngritur ka qenë aksesi. Pra, është patur në konsiderat që do të zvogloj aksesi qytetarëve, po ndërkohë do të rritej cilësia e dhënies së shërbimit në standardizimin e saj, po natyrisht edhe një situash eficiencë më e lartë atyre zyrave të prokurorisë apo të gjykatave që kishin ngelur me 1 apo me 2 prokuror apo gjyqtar, pra me 1 magjistrat në ushtrimin e detyrës në të gjithë institucionin. Kështu që për të krijuar atë balans, për të ruajtur funksionalitetin e sistemit, po edhe për të rritur standardizimin e vendimarrjes dhe eficiencën, është vendosur aprovimi i hartës së ri gjyqësore, qoftë në sistemin e gjyqësorit dhe ashtu edhe në atë të prokurorisë. Por natyrisht që është në vëmendjen e Këshillit, besoj edhe në vëmendjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, që në mbledhjet e përbashkëta që do zhvillojmë t'i adresojmë edhe këto çështje. Kështu që po, do të vlerësohet, do të hartohet një raport dhe do të shikohen cilat janë opsionet qoftë për realizimin e hartës së ri gjyqësore apo për cilësinë e dhënies së shërbimeve në gjyqësor, besoj edhe në prokurori. Pyetje nga deputeti Besar Xhaferi. Procesi i përzgjedhjes, formimit dhe emërimit të prokurorëve të rinj janë garanci thelbësore për pavarësinë, integritetin dhe paanshmërinë në ushtrimin e detyrës. Besoj nuk i ka shpëtuar vëmendjes suaj problemet që pati vitin e kaluar konkursi i pranimit të magjistratëve të rinj nga shkolla e magjistraturës. Lidhur me këto probleme, a keni kërkuar informacione dhe shpjegime nga shkolla e magjistraturës? Çfarë ka rezultuar dhe cili ka qenë vlerësimi juaj? A mendoni që problematikat me konkursin e pranimit të magjistratëve të rinj cënojnë nga njëra anë integritetin e tyre dhe nga ana tjetër dëmtojnë besimin e publikut te sistemi i drejtësisë? Në këtë drejtim, cilat kanë qenë masat e marra apo të rekomanduara nga KLP me qëllim që të garantohet integriteti i prokurorëve të rinj, si dhe të konsolidohet besimi i publikut tek sistemi i drejtësisë. Atëherë, lidhur me konkursin e shkollës magjistraturës, më lejoni t'ju sjell në vëmendje që Këshilli i Lartë i Prokurorisë, sipas kompetencave të ligjit 115 të vitit 2016, është një organ që nuk ka kompetencë rishikuese ose monitoruese për veprimtarinë e shkollës magjistraturës. Megjithatë, në bordin e shkollës magjistraturës është ngritur i gjithë shqetësimi edhe për konkursin, po jo vetëm, edhe për një provim që është zhvilluar aty për pretendim për parregullsi. Në rastin e konkursit, besoj jeni në dijeni që është kryer një hetim nga vetë shkolla, janë dhënë disa masa disiplinore, kështu që kjo me cilat është informuar dhe Këshilli, kështu që kjo ka qenë informacioni që shkolla e magjistraturës Këshillit i ka vendosur në dispozicion. Ndërkohë, lidhur me çështjet e tjera, duke qenë antar e bordit drejtues të shkollës magjistraturës, kjo për shkak të pozicionit si antar ex officio, më lejoni të them që gjithmonë shkolla e magjistraturës ka pasur në vëmendje reformimin e saj dhe adresimin e këtyre problematikave. Edhe për provimin në fjalë është kryer një hetim i plot administrativ nga ana e shkollës, i kanë reflektuar të gjitha gjetjet dhe i kanë ndarë me bordin. Është konstatuar që nuk ka shkelje të tilla, por vetëm parregullsi të cilat nuk kanë cënuar procesin e provimit dhe përpasoj nuk kanë ndikuar në ndryshimin e rezultateve, ndërkohë që Këshilli i Lartë i Prokurorisë, bazuar në këto rezultate të shkollës, ka vejuar me procesin e vettingut në hyrje fillimisht dhe më pas në dalje për të gjithë fillimisht kandidatët për magjistrat edhe më pas prokurorët që janë caktuar në detyrë.
Nuk ka penguar askush askënd që këto çështje përveç se në rrugë administrative t'i ezarojë edhe në rrugë gjyqësore apo t'i adresohet sistemit prokurorisë. Ndërkohë edhe nga ana e Këshillit ka bashkëpunim maksimal edhe me projektin e asistencës, pra përveç shkollës, dhe me projektin e asistencës të Bashkimit Evropian, i cili përshikon jo vetëm metodologjitë, kurrikulat e shkollës, por gjithashtu edhe mënyrën se si mund të realizohet apo të përmirësohet procesi i rekrutimit të magjistratëve të rinj në sistem, duke futur dhe komponentë të tjerë për të garantuar atë që është kërkuar nga reforma, besimi i publikut në sistemin e drejtësisë. Lidhur me pyetjen tjetër, si e vlerësoni nivelin e prokurorëve të rinj, patur parasysh që ka pasur disa deklarata nga aktorë të sistemit të drejtësisë lidhur me uljen e përgjithshme të nivelit të magjistratëve të rinj. Më lejoni të theksoj që ndoshta ky mund të ketë qenë perceptimi në momentet e para se Këshilli të fillonte procesin e vlerësimit etik dhe profesional. Në momentin që e kemi filluar, kemi konstatuar që magjistratët e rinj janë më të përkushtuar për të plotësuar ato kriteri sipas rregullores edhe ligjit. Kështu që mund të them me siguri që magjistratët e rinj kanë cilësi apo formim profesional, reflektuar kjo edhe në pikë, më të lartë se sa magjistratët që mund të kenë qenë më përpara në sistem. Megjithatë ju thash që kemi vetëm 46 raporte vlerësimi, ndoshta është pak herët për të nxjerrë një konkluzion për 341 prokurorë që duhet jenë në sistem, mbase në një periudhë të mëvonshme mund të kemi më shumë shifra që të flasim në mënyrë objektive. Muajt e fundit ka një debat të madh për draftin e ri të kodit penal të publikuar nga Ministria e Drejtësisë si produkt i punës së një grupi ekspertësh që si shefe Nezire dhe çfarë metodologjie kanë ndjekur. Drafti i cili akoma nuk ka ardhur në Kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, pyetja që kam për ju është, nëse keni qenë apo jo pjesë e konsultimit të këtij drafti dhe si profesionist të ligjit, prokuror apo profesionist nga Akademia, Avokatia dhe Shoqëria Civile, por edhe për shkak të funksionit tuaj të rëndësishëm kushtetues, do doja të di cili është mendimi i KLP-s për draftin e ri të kodit penal. Andani ju fjala-bie shqetësimet e prokurorit të përgjithshëm lidhur me teknikën legjislative, numrin e lartë të neneve dhe kriminalizimin e shumë të sjelljeve njerëzore. Mendimet dhe vlerësimet e KLP-s në drejtim mund t'i vinë, thot, për ndihmë legjistatorit nëse ky draft do t'i paraqitet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim. E para, konsultimi publik në dijenin time ende nuk ka filluar, është parashikuar disa herë, por për shkak të agjendave është spostuar. Më duket se në datën 5 është seanca e parë e konsultimit. Gjithsesi, ky është një akt shumë voluminoz, besoj e keni të gjithë informacionin që janë diku rreth 900 e ca nene. Është nga Këshilli është diskutuar kjo çështje, duke qenë se nuk kemi pasur kohën e nevojshme në dispozicion për të hyrë në detaje teknike, kemi vendosur që sapo të mbarojmë me plotësimin e detyrave të shtëpisë në procesin e integrimit evropian që janë vlerësimet 1 dhe rregullore 2, do të dedikohemi krijimit të një grupi pune i cili të mund të thotë në mënyrë të specializuar, pra të bëjë një oponencë të specializuar, të përgjithshme lidhur me dispozita të veçanta të kodit. Këshilli nuk ka dashur të thotë një përgjigje të thatë, një po, një jo, lidhur me cilësinë e kodit, siç është